Të nisur nga viti 2021, arkeologët zvicerian dhe ata shqiptar kanë bërë të ditur përfundimin e fazës së parë të gërmimit në linë të Pogradecit, që rezulton vendbanimi më i vjetër me palafite në Europë. Mund të konfirmojmë se ky është vendbanimi më i vjetër në Europë me materiale druri dhe organike të konservuara, dhe shumë special sepse gjetjet janë shumë premtuese. U shpreh profesor Albert Hafner nga Universiteti i Bernës, drejtuesi i ekipeve. Nga ana tjetër, arkeologu Adrian Anastasi shton se janë gjetur materiale të bollshme qoftë në nivelin qeramik, qoftë të veglave të punës, të kockave, të gurit e të tjerë. Gjatë punimeve u realizua hapja llogoreve toksore, u zbuluan më shumë shtylla druri të tjera të shtëpive, shtresa qeramike, arkeologjike të dekoruara me impreso, një nga format më të hershme të Poçarisë. Kjo provon lidhje sitit të linit me Bregdetin e Adriatik. Gjithashtu, u zbulua një rrethoje e re që e çon në 5 numrin e unazave rrethuese, mbrojtëse të sitit, zbuluan grumbuj të mëdhenj pishash, të cilat mendohen se janë mbetje të një apo disa shtëpive. Për herë të parë konstatuan se përputhen kronologji të unazave të pemëve të sitit të linit me atë të orit. Dendrokronologjia po funksionon për distanca më të gjera. Të dhënat konfirmojnë që lind trembulon 2000 vite të historisë së vendbanimeve dhe të paktën 10-12 faza apo fshatra të ndryshëm përgjatë hapësirës kohore 6000-4000 vite para Krishtit. Në deklaratën për mediat, ambasadori e Zvicrës Ruth Huber e vlerësoi përkushtimin e palës shqiptare dhe theksoi rëndësinë e këtij projekti për shkencën dhe bashkëpunimin midis dy vendeve. Zbulimet në Linë dhe Buqez po tërheqin vëmendjen e ekspertëve ndërkombëtar, duke e kthyer zonën në një pikë referimi për kërkimin arkeologjik dhe trashëgiminë kulturore shqiptare.